në prak luftës kur dëgjëshin që u helmëshin nxënësat. Po e krahasoj kështu se me të vërtetë është diskutuar shumë kjo çështje, edhe kur dihet që është fol për helmimin e një grupi nxënësish ose një numri nxënësish. Fillimisht me tu hapur lajmin, drejtori i arsimit ka thënë se rreth 30 nxënës kanë marrë informacionin se janë helmu. Ata nxënës kanë qenë të shkollës 7 shtatori në Vitomeric. Vjen të theksohet se shkolla 7 shtatori është shkollë që numëron mbi 600 nxënës, aty mësojnë nxënës të komunitetit shqiptar dhe bosnjak, ndërsa ajo se çfarë është thënë se ngjarja ka ndodhur të hënën pas orë, të hënën faktikisht, ku është hap lajmi se disa nxënës kanë paraqitur simptomat helmimit. Më pas është bërë ditur se në qendrën e mjekësisë familjare në Poket Fshat që është jo larg shkollës, kanë marrë tretman mjekësor duke u dërguar, siç është thënë, me autoambulancë. Kanë marrë mjekim 8 nxënës, ndërsa shqetësime ka paraqitur edhe disa të tjerë, por numri që ka marrë nxënës mjekim për shkak të këtij helmimi thuhet se është 8. Lidhur me rastin ka reaguar policia, drejtoria e arsimit, është dhënë aksion edhe prokuroria, por ajo se çfarë nuk kam parë shumë që është folur, nuk është folur për reagimin e shkollës, edhe është interesant një fakt që në kuadër të njoftimit të shkollës ndonë se thuhet se ngjarja ka ndodhur të hënën, shkolla thotë se nxënësat janë paraqitur me këto simptome në datën 21. Dhe në kuadër të këtij reagimit të shkollës, sot në shkollën SHFMU 7 shtatori në Vitomeric, ku vijojnë 664 nxënës mësimin, siç e përmenda, në gjuhën shqipe dhe në gjuhën bosnjake, me datën 21/10/2025, pas orës së 4 mësimore, janë paraqitur disa raste të nxënësve me simptoma si vjellje, marrëmendje dhe ndjesi të përgjithshme lodhje. Menjëherë pas vërejtjes së rasteve, kujdestarët e klasave kanë njoftuar prindërit, ndërsa drejtori i shkollës ka njoftuar drejtorinë e arsimit për situatën, duke informuar se ekziston dyshimi për helmim të mundshëm. Në qendrën e mjekësisë familjare në Vitomeric janë paraqitur 8 nxënës, të cilët janë trajtuar nga personeli mjekësor dhe janë në gjendje të mirë shëndetësore. Kjo ka rëndësi që janë në gjendje të mirë shëndetësore. Aty thuhet se mësimi gjatë ditës së djeshme, në këtë rast me datën 22, është zhvilluar pa pengesa dhe të gjithë nxënësit janë në procesin e rregullt mësimor, si dhe vlen diçka me theksu që shkolla thotë se në kuadër të objektit të shkollës nuk ka vende të shitjes së produkteve dhe se dyshohet se helmimi ka huruar nga lokalet të cilët ndodhen përreth shkollës. Kjo është për sa i përket kësaj ngjarje, pra nxënësat tash thuhet se janë në gjendje të mirë shëndetësore, procesi mësimor po është në rregull. A është identifikuar se saktë nga cili lokal janë helmuar apo ku kanë konsumuar ushqim nxënësit, a ka shumë lokale përreth? Në fakt